mediat, këto 4 media kombëtare, televizioni shtetëror, Top Channel, Klan dhe Vision Plus, i kanë kushtuar Edi Ramës në 30 ditë dhe Partisë Socialiste 70 në një muaj të marrë bashku 15 orë, 10 minuta dhe 59 sekonda. Faqi pak. Vazhdo. Pra, 15 orë, kundrejt vetëm 4 orëve, 26 minutave, 23 sekondave, apo 23.9% opozitës. Si pas ligjit universal par kondicio i çdo vendi demokratik, këto media duhet të akordonin kod barabart pozitës dhe opozitës. Por Edi Rama, në të tjera, llogarit edhe lajmet që japin non-stop për protestën 71 ditore, mediat ja llogarit si kohë Partisë Demokratike. E vërteta është që ka ditë të caktuara në të cilat për Partitë Demokratike nga këto media është dhënë 1 minutë e 30 sekonda, kurse për Partitë Socialiste, dhe kjo është data 26 qershor, për Partitë Socialiste 48 minuta e 45 sekonda, pra një raport 32.5 me 1. Kjo është pabarazia ekstreme që diktohet nga qeveria mbi mediat e kontrolluara prej tij.